Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish së bashku në këtë ditë të re me energji pozitive dhe me buzëqeshje si gjithmonë. Shumë kënaqësi që na bashkoheni çdo ditë këtu në Fati Ynë dhe sot në fakt ne kemi menduar të sjellim diçka ndryshe për ju. Duke qenë se çdo ditë linja është e hapur për telefonata dhe kryesisht pjesën më të madhe e zën telefonatat, sot kemi menduar që këtë rubrik kryesisht ja dedikojmë mesazheve që na kanë ardhur në inbox, në faqen tonë të Instagramit, Fati Ynë RTS, për të sjellë në vëmendje dhe për t'i lexuar edhe mesazhet prej tyre në mënyrë që të kemi një balancë dhe secili prej jush të marrë përgjigjet dhe parashikimet e nevojshme. Me mua si gjithmonë në studio, me shumë kënaqësi Jorgo Pulla. Kënaqësi ime. Jorgo, shumë kënaqësi. Do më thuash se si ndihesh sot, si mendon? Është gjëja më e mirë që po bëjmë kjo pjesa që po lexojmë mesazhet, çfarë ke për t'i thënë publikut? Po, unë kam të thënë se kemi dhënë fjalën publikut, që jemi më afër publikut dhe një nga zgjedhjet më të mira që është bërë për ditën e sotme, do e bëjmë dhe shumë shpesh këtë, që nuk do lëmë asnjë mesazh pa përgjigje. Sepse janë shumë telefonata që vinë, njerëz që vinë që na ndjekin sepse na duan, na ndjekin sepse dinë diçka. Edhe ne mos duan ata dhe ne jemi në gjendje që të përgjigjemi. Dhe mesazhet është një pjesë që dhe ata është njësoj me telefonatat, prandaj mirë bëjmë që të lexojmë mesazhet që kanë ngelur nga dje pa dje, domethënë t'i japim dhe atyre një ndikim se ata duan, siç është telefonata dhe mesazhi. Po, edhe unë në fakt jam shumë dakord dhe gjithashtu një tjetër rikujtesë që po ju bëj, lidhet pikërisht me YouTube-in. Do ju lutesha të na shkruani në faqen tonë të Instagramit, Fati Ynë RTS, ose të bëheni pjesë e telefonatave gjatë emisioneve të përditshme që ne do kemi nga e hëna në të premten. Duke ju falenderuar, ndjekim siglën dhe do rikthehemi në studio për të vijuar me mesazhet. Atëherë, Jorgo, unë mendoj ta nisim me të parën me Adelën, me që ka dhe gjysmën e emrit tim Adelina, prioritetin po ja japim Adelës sot. Adela, data 18/5, 1993, 83 më fal. 83, po. Datën, orën e lindjes nuk e ka të saktë, por dëshiron një parashikim të përgjithshëm. Okej. Atëherë vëmë orën e astrologjisë. Nuk është problem kjo. Atë në përgjithësi, duke pasur parasysh dhjetëdiqi i tretë i shenjës së Demit, kjo do të thotë shumë çështje të rëndësishme. Demi është si përmarrës në çdo aspekt, në çdo punë që ta vendosësh, është punë shqiptare që vjen në përbotë dhe nga teknika elektrike bën gjitha me lopatën, me kazmën, çdo lloj pune që është. Kështu janë të përshtatshëm. Po, përshtatën janë universal. Dhe kjo do të thotë që në rasti konkret, dhjetëdiqi të tretë që ka të bëjë shumë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, dhe një nga ndryshimet që kanë të bëjnë, sepse njerëzit të lindur ditë mërkure, që ka lindur kjo datëlindje, do të thotë që momentet që ka të bëjnë, ka disa ndryshime tani, sepse është një periudhë ndryshimesh, dhe kjo do të thotë që mundësit janë të mëdha për të zgjidhur çështje problematike. Në lidhje vetëm pak kujdes në çështjet e punës, sepse do t'jetë i punë e dytë, të gjithë duam që të marrim një burimtarësh të dyta për arsye të familjes, të punës, të karrierës, po koha është në anën e tyre, këtu do të pasur kujdes me Adelën, sepse ka shumë punë përpara dhe lodhjet e skajshme dhe mund të mos jetë gatshme për punën që e merr përsipër. Pra duhet pasur pak vëmendje këtu. Në çështjet ekonomike financiare, edhe pse me disa çështje që ka pasur probleme në të shkuarën, nga tani e tutje, unë do thosha që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse gjërat do vinë gradualisht në stabilizimin ekonomik financiar dhe jo vetëm, sepse na jep mundësinë, duke pasur parasysh diellin, hënën, mërkurin, afërditën, Marsin në binjak, që jep mundësi dhe lajme të mira që merr. Mos harrojmë sepse mërkuri nga shenja e zjarrit që është në shiqetar, por tek binjakët ka përballë, pra ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive në lidhje me stabilizimin e ekonomisë. Kurse nëse ka të bëjë që dalim te e njëjta gjë. Unë doja të pyesja po në lidhje me dashurinë, si duket harta për atë. Në lidhje nëse ka njohje ose ka është të martuar, nuk e di, por sepse kjo saktësohet, në fakt nëse do të di, por në përgjithësi të kësaj gjëje, demët janë shenjat më perfekte në familje, por janë dhe më nevrike. Për do të pasur pak kujdes. Vetëm për të parë një korrigjim, ka shkruar që nuk është e martuar. Okej. Atëherë. E ka të shkruar që nuk është në... Kështu që si duket. Atëherë, për sa i përket deri në fund të vitit,
është një mundësi shumë e mirë, sepse fundi vitit dhe fillimi ka ndikime shumë të mira, sidomos nëse do flasim për vitin se sapo futet tani, jemi në fundin e 2025, por ka një gjë tjetër, që çështjet që bëhen, mundësitë që jepen në kohën e dur zgjidhen problemet. Dhe kjo një nga këto është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe vepruar në gjëra të mëdha që ajo ka. Një shans që është tani mos ta humbasi, sepse demet janë të vështirë si tipa. Nëse nuk ju vjen ose kanë një nevriklëk të rrahin mes pazarit, mos harrojmë edhe këtë. Po nevrikosen, po duhet takt. Demi e ka këtë dhe mund ta rregulloj, stabilizoj jetën e vet. Shumë kënaqësi Jorgo. Tani mendoj që ta bëjmë pak sa më interesante edhe për publikun që po na ndjek. Kemi një çift nga Tirana që shkruan. Është bashkëshorti është i datëlindjes 15 prill, 96, ndërsa e shoqja 10 prill 2002. 96. 96? Po, ja një 10 prill 2002. Bashkëshorti? Bashkëshortja 10 prill 2002, ndërsa bashkëshorti 15 prill 1996. 15 prill 1996 është bashkëshorti? Po. Dhe bashkëshortja ishte? 10 prill 2002. Atë 10? I katërti? Po. 2002. 10 i katërti. 2002. Orën nuk ka specifikuar, por dëshiron të bëj një parashikim të përgjithshëm, se thot jemi lodhur nga njerëzit që na thonë dy deshër nuk shkojnë bashkë. Çfarë mund t'i themi këtij çiftit nga Tirana? Këtë mund të themi shumë gjëra. Tani. Dua thot thjesht që ta kem, duam si provë për t'i thënë njerëzve që ja çka ka thënë Jorgo. Është një kënaqësi më vete dhe kjo vërtetohet nga ndikimet planetare. Flasim ndikimi që ka bënë 10 prill 2002, sepse kemi 2 datëlindje, dhe ndikimi tjetër që ndodh në anën tjetër, kemi të lindur ditë hëne dhe ditë mërkure. Çfarë ndodh në këto gjëra? Ndikimi planetar, datëlindjes 15 prill 1996, ku ndryshimet të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e jetës së tyre, jo vetëm shkojnë, por janë shumë të lumtur. Është shumë mirë që të dëgjojnë instiktin e tyre dhe të respektojnë njerëzit që kanë përballë. Nuk ka lidhje fare se çfarë thot dynjaja. Dynjaja mund të çmandet, nuk ka të çmanden ata të problem. Ata të rrudo kenë, thashë them me xhit atë punë kanë. Njerëzit që flasin kundra atë punë kanë. Nuk kanë pse të shqetësohen. Dhe kjo do të thotë astrologjia të jep mundësinë, sepse këndet që bëjnë planetet, nëse do ishte e mundur që të kuptojmë pak astrologji, të shikojmë tani se si janë të radhitur planetet, 15 prill 1996, kemi, ja pra ku është, ja harta këtu. Këtu kanë ndikimet më të mëdha, po të shikoni, në shenjat përkatëse, këto planete ndodhen dhe tek shenja tjetër, që është 10 prill 2002, që na jep pra këtë rezultat. Dhe kjo do thotë në lidhje me anën më pozitive. Ja pra ku janë këndet që bëhen pra shumë, jo vetëm pozitive, po ecin jashtëmasa dhe kanë një kënaqësi sepse do kenë një gëzim në familje. Të kështu që të kuptojmë që nuk ka lidhje fare, po të vini re rëndomt, e them gjithmonë. Kur do t'i vi ky gëzimi, ha? Dhe kjo është na e përcakton me periudhë. Mbase jo me datë fikse, por në hark kohor. Lokumeti du se ka për të realizuar kjo gjë. Do të thotë kështu. Në shkurt të 2026-s, deri në maj është koha më brillante për stabilizimin e familjes, për stabilizimin e gjërave, mund të jetë i pasardhës. Nuk e diskutoj këtë gjë, sepse janë të bërë për njëri tjetrin. Është diçka shumë e madhe, sepse na emocionove more. Jo, unë ja them me bindje këto. Dhe do ta shikoni. E shikoni që dashuritë e vërteta ekzistojnë edhe lërini të tjerë çfarë flasim, por shijoni dashurinë tuaj edhe Jorgo po ju jep atë kartën për ta vërtetuar, që ti thoni njerëzve ne shkojmë edhe mos ju lodhin më me fjalët e tepërta. Nuk duhet, sepse shumë njerëz po të vënë re, shikojnë një të thënë ca letra njëra, kupton? Edhe nuk ka lidhje fare. Nuk mund të krahasohet një letër, ta them kështu, domethënë, secili ka drejtimin e vet. Doktori ka atë punë, inxhinieri ka punë tjetër. Nuk mund të jenë gjëra të njëjta. Pra, nxirr një letër ai thot dashi, çfarë ti bësh tani? Po këto çfarë janë? Atëherë pasa më shumë, atëherë ka shumë letra, ka më shumë planeta, kupton? Kjo është 000. Gjëra mos të besojnë sepse prishen për shkakun, njerëz jemi. Edhe unë që flas me juve këtu tani, mund të zihem me gruan, pse ke kështu, pse s'u bë kjo? Po nuk do thotë sepse u zura unë, edhe më kanë bërë magji. Kjo është i diçka
shumë jashtë çdo gjëje, kujdes nga këta kanë mashtrime shumë të mëdha, por për njerëzit që të kuptojnë, njerëzit janë të butë dhe më thonë mbase ndodh kjo, nuk ndodh, sepse energjia është vërteta e brendshme e shpirtit me njeriu që ka përballë. Mund ta gjej me njeriu që ka përballë. Edhe të flasë dy janë, të ketë njerëz që prindrit e të dashurës ose të dashurit nuk duan që të ketë kjo lidhje, po ata merren me njëri tjetrin dhe gëzojnë një jetë shumë të lumtur dhe prindrit e njëri tjetrit janë më të gëzuar akoma sepse thotë vërtet po, kjo është një lidhje që nuk kishte shkputje dhe më mirë që janë bashkë. Pra do të kuptojmë dhe këto gjëra sepse jetojmë në 2025 dhe nuk jetojmë në 1900. Pra do të pasur shumë kujdes në çfarë flasim, çfarë themi, sepse po shkatërrohen familje për një fjalë goje, po flasim do të thonë që hajde të rregulloj unë, çfarë do rregullosh ti? A thua ti se Zoti për mallvet ka çuar këta këtu për të rregulluar, për të bërë që nuskat dhe këto gjëra që janë jashtë çdo gjëje. Unë në fakt kam ngul gjithmonë edhe një nga parimet e mia më të mëdha në jetë lidhet pikërisht me faktin që unë mendoj që Chelsea për të hapur suksesin ose për marrëdhënie të shëndetshme, qoftë në rrethin shoqëror, familjar, apo edhe në aspektin e marrëdhënieve bashkëshortore, është pikërisht komunikimi. Nëse zgjedh komunikosh hapur dhe të komunikosh me etikë dhe me parime për të diskutuar dhe për të marrë vesh, gjithmonë gjërat do shkojnë për mrekulli. Është aja dhe shëja, komunikimi. Aq më tepër pastaj ndikimi planetar që nuk ka shansin këtë botë. Dhe për të mos u shkëputur nga çifti nga Tirana, se po na thuaj shumë gjëra interesante, Jorgo. Dhe shikojmë pak edhe aspektin financiar punën. Në financat unë do thosha e marrim tek bashkëshorti, që është 15 prillit 96. Shiko, fatin e shtëpisë e ka bashkëshortja. Fatin e shtëpisë, çfarë do themi? Sepse lidhet shumë me ndikimin e masës. Dashi në lidhje me, sepse ndahet në 10 ditë, pra, data 10 prill, dhe kjo do të thotë që si do që të vinë gjëra, nga sot që të kthehet, 10 me 15, ka një diferencë. 15 prilli, që ta kuptojmë, është 10 ditë i tretë i shenjës së Dashit. Kurse data 10, po të ishe 11, do thoshim të dytë dhe 10 ditë të tretë, është 10 ditë i dytë, se me 11 fillon 10 ditë i tretë. Atëherë, është në ndikimin dhe 10 ditë i dytë e ka shumë shanse në familje dhe në kursime. Kurse, ka një komunikim të brendshëm që nuk ka di njeri, është sekret i shpirtit, dhe kjo i mban gjallë, edhe pse me 5 lek nuk është e rëndësishme si ti të harxhosh 100.000 lek në një restoran, që të marrësh edhe një hot dog, ta marrësh për vetë e tash, është kënaqësia që ti flet me tjetrin dhe kënaqësia që ndjen me njëri tjetrin dhe të tjerat vijnë vetë. Nuk është sepse po nuk patë parë, nuk të do të jetë ose po nuk patë parë prishet dhe shkatërrohet familja. Asnjë mënyrë, është diçka shumë pozitive. Dhe më interesante më duket pikërisht ky ndryshimi në këto 10 ditëshat që thua. Janë 10 ditë dhe bën një diferencë kaq të madhe. Kjo është sekreti, se thonë me të vërtetë në shumë mesazhe që vijnë që si ka mundësi thonë që ndodhin gjëra të tilla, sepse sekreti kur është? Ndarja, ajo ndikimi i planeteve. Planetet kur janë sidomos, se nuk e di njeri, që e themi, një astrolog, nuk ka astrolog të mirëfill, da them vetë, nuk është se jam unë jam asgjë. Nuk i hy kësaj unë, jo. Ato mos e thuaj ti, Jorgo. Nuk ti je vetë ato faktet dhe statistikat. Mënyra se si i gjen ato gjëra tani, ne jemi me fat që të kemi në studio dhe astrologu. Është publiku që na ndjek. Kjo ajo është juria, ajo më bën që t'jap detaje. Unë e kuptoj modestin, por që duhet i pranosh sa të vërteta. I valem njerëzve që kuptojnë. Çfarë ndodh? Kur kemi hënën në Bricap për shembull, në shenja toke, hëna. Ose në shenjë zjarri, por në shigjetar. Shenja toke, nëse hëna është në Virgjeresh, në Den, në Bricap, dhe lidhja që ndodh në këto ndikime shumë të mëdha, nëse kur është hëna që lidhen, ose një shkëmbim unaze, kur është hëna në këto planete, nuk ka shanse më të ndatë, edhe plumi nuk i ndanë, me firmë, me vull Jorgo Pulla. Kjo është ndikimi që unë bëj. Edhe data që them nga njerë, kush data me mirë, edhe stërgjyshit tanë, njerëzit tanë, në shtatë breza, ku e kishin ata të lexonin, shikonin hëna, apo të vjelat, të korrat, si funksionojnë. Janë disa gjëra që flasim një moment tjetër që të kemi kohë, edhe do shikonin që është një vërtetësi shumë e madhe, por e fshehtë. Kështu që gjitha edhe këto që shumica e njerëzve i quajnë bestytni, kur na thonin gjyshet atëherë, priti flokët, shiko hënën, kur tjetë hëna e plot, në mos gaboj gjëra të tilla. Ka ndikim, do me thënë këto vërtet në... Po logjike sepse, ta marrim një rast të thjeshtë. Shkenca, flasë për shkencën, doktorat, marrim për këta. Nuk bëjnë operacion
kur është hanë e plotë ose hanë e re. Ne themi nuk mbyllet plaga. Trupi njeriu është 75% ujë. Dhe kjo ka një ndikim, hëna ka një ndikim me tërheqjet e ujit edhe deti nga ndonjëherë kur është hëna e plotë, del në sipërfaqe. Kur është hëna e re, pa dal, ikën tutje. Pra batica që themi sot, në gjuhën shkencore. Mirë, po kjo ka një ndikim edhe tek njeriu, se jetojmë. Edhe kur kemi eklipse, ndikon, por gjithmonë duhet kuptojmë, na dikton ku e kemi planetet në retrograd për shembull, ose kemi hënën e plotë. Na dikton, ne duhet kemi kujdes, ose Mërkuri në retrograd, ose Jupiteri. Çfarë do të thotë këtu? Do të thotë që gjithçka ndodh, por neve të jemi me këmbë tokë dhe dim çfarë bëjmë. Është njësoj që kur kemi për shembull marrim hënën e plotë, çfarë kujdesi duhet bëjmë? Ose marrim Mërkuri në retrograd që do jetë tani. Çfarë ndodh? Ndodh kjo, që të paralajmëron, të dikton. Është njësoj si punë e termometrit. Kur je sëmur, merr termometrin dhe mat. E vë edhe sa temperaturë ke. Nëse ke temperaturën 38-39, a do vesh tek mjeku? A do marrësh një ilaç që të qetësohesh? Ja këtë bëjnë planetet, të diktojnë, por nuk të shëron termometri, të diktojnë të shkosh atje. Shkosh tek doktori, të konsultohesh me ata. Ja pra çfarë bëjmë astrologjia. Kjo është astrologjia. Dhe është në fakt shumë e veçantë dhe një gjë, domethënë, që të tërheq dhe të shtym për të mësuar çdo ditë edhe më shumë. Dhe tani që të mos harrojmë premtimin që tham në fillim, do kthehemi patjetër te mesazhet në inbox. Eneda nga Tirana shkruan. Është datëlindja 21 dhjetor 2001. Po. Kam mbaruar fakultetin dhe aktualisht punoj në një punë që nuk është profesioni im. Mund të më shikoni se si do jetë në vazhdim në lidhje me profesionin tim. 21 dhjetor 2001. Po, dhe është në një punë aktualisht, por nuk është e profesionit saj. Çfarë ka mbaruar? Thjesht nuk e ka specifikuar. Thjesht ka mbaruar studime, domethënë, universitare. Atëherë. Të pa specifikuara, por dëshiron të di si do t'i shkoj puna në vijim. Mbase nëse do stabilizohet në një punë që është e profesionit saj apo jo. Tani shikoj. Kjo datëlindje jep shumë ndikime pozitive. Unë do thosha që ai sa ka duruar nuk do duroj. Ai sa ka pritur, s'ka për të pritur. Ndryshimet e mëdha të kësaj datëlindje që është në 10 ditën e parë, fillimin e 10 ditëve të parë të shigjetarit. Se është në kufi me akrepin dhe shigjetarët. Ajo çka ndikon dhe mundësi që ka, sepse data 21 dhjetor ndikohet shumë tek Brecapi që është gjysmë hapi larg, nga ana tjetër në mes akrepit dhe Breçapit, pra shigjetari, që është ndikimi i planetarëve që i përket shigjetarëve, është një mundësi shumë e mirë tani, duke pasur parasysh bisedime që do bëhen, momentet që do të kenë, koha e duhur për stabilizimin ekonomik. Por mos harrojmë sepse Marsi në Peshk, kur ka lindur, dhe koha që ndodh tani, mirë është të bëj konsultime, bisedime për ndryshimin dhe vendin e punës. Por me sa duket, ta kanë rrugtimin për jashtë Shqipërisë, dhe diçka do ndodhin shumë pozitive kësaj datëlindje, për të mirën e saj, dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani që të bisedoj. Dhe konsultimet dhe gjërat e tjera të bëjnë në janar, nga janari e tutje, është koha më e mirë dhe më pozitive, sepse atëherë fillon një cikël i ri, ndryshime të mëdha që do kemi në 2026, por te do e flasim kemi kohë, por është një moment mjaft pozitiv. Do ketë pak kujdes në lidhje me dashurinë, sepse është shumë e mirë, është shumë e ëmbël, por edhe shumë e hidhur. Dhe nga donjëherë bëhemi pishman kur gjërat kanë përfunduar dhe rifillojmë edhe një herë, por energjia dhe ajo që na rrethon në një kohë që ndodh kur lidhen dhe kuptojmë që kur bëhet i parashikim për shembull që vetë njerëz që më thonë që o Jorgo si do shkoj, si shkon kjo lidhje për shembull, ose nga donjëherë ndodhi edhe të kundërtat sepse thonë mas unë kam qenë, pastaj vjen puna o me të vërtet kishe drejt, po ç'e do. Ka mbaruar. Po ka mbaruar. Çfarë ndodhi? Për shembull, koha kur kanë lidhur ka qenë dimër, ka qenë supozojmë 15 dhjetor në 2011-2012. Problematikat që kanë ndodhur kanë qenë në 2018. Pra, në ky har kohor dhe lidhjet pasaj që përfundon edhe një vit, 2 vjet, edhe rifillon përsëri diçka, kjo do të thotë sepse me njëri tjetrin nuk bëhen, por pa njëri tjetrin nuk jetojnë. Ajo që ndodh tani në rastin konkret, në 2 raste kanë qenë shumë të vështirë. I dyti, se i pari ka qenë, okay, nuk kishte atë ku duhet, për arsyeën e vet, edhe në mënyrë shoqërore më tepër si vëlla motër, por jo në lidhje dashurie o ku diun. Kurse rasti i dytë ka qenë perfekt.
por një moment ngërçi, nevriklëku, sepse shqiptarët janë nevrik, nga vetë struktura e tyre, por janë shumë të dashur dhe të respektuar në anë të tjera, edhe kërkojnë dhe falje. Mirë po, si duket, ai ka qenë çik zerzek, edhe, në shpër, por nuk ka shanse të ndodhit ndryshe, por merr pak kohë, po është realizueshme. Pra do të ketë kujdes vazhdimsi. Në rregull. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Një çun Tirane, kështu e ka emrin. Shumë mirë. Shkruan, përshëndetje dhe uroj shumë suksese për emisionin, thot. Jam datëlindja 11 maj, 2003. Po? Më thoni pak si do duket dashuria për mua, thot. Çuni Tiranës ka probleme me dashurinë, si duket gjendja për mua, thot. Problemes nuk ka ky djali, po nuk vendos dot. Është i pavendosur. Është i pavendosur, sepse Demi, zakonisht, dhe nëse do flasim në ndikimet e gjërave të mëdha që ndodhin, sepse merr nga mamaja, s'merr nga babai, Demi, është shejtoke, dhe ka një diçka shumë të madhe, sepse nuk ka vendosur akoma. Gjithmonë Demi, thot, ka këtë si moto, rregullohem, stabilizohem, pastaj shikoj për familje. Është gabimi më fatal. Po, sepse nuk mund presësh, sepse koha është flori. Dhe ajo çka do të ndodhi, për shembull, nëse ti e frenon veten, në një kohë që je në një moshë të caktuar, 22, 23, moshë e re, po, por ama lidhja edhe vazhdimësia, ajo energji që përçon, sa vjen e forcohet, është si vera, sa më e vjetër tjetë, aq më e mirë është. Dhe kjo e lidhjeve. Një lidhje që të ketë jetë gjatësi në kohë, nëse lidhet për shembull në dimër, presupozojmë, kjo të lidhet tamam, njohja do 3 muaj, në 90 ditë. Pastaj të fillojnë diçka më tepër, në 120 ditë, dhe vazhdimësia brenda vitit mund të bëhet një shkëmbim unaze, ose një shkëmbim, një dhuratë. Dhe brenda një vit e gjysmë, me 2 vjet, duhet martesë. Pra, ky harkohor është, me firmë, me vullë grupulla, nuk ka shanse të ndahen kur, edhe nuk mund të afrohen negativitete, se nuk ka vend ku të futet. Kjo është periudha kohore që i duhet një çifti për ndërtuar një marrëdhënie të stabilizuar. Një marrëdhënie të shëndetshme. Në rastin konkret të këtij djalit. Interesante edhe kjo. Po, ka ndikime shumë sepse janë. Të paktën unë, por besoj dhe shumë nga publiku që po na ndjekin, është një gjë e re që e dëgjojmë dhe të falenderojmë Jorgo që i ndan këto sekretet me ne. Po, edhe fare gruri, misri, do i farkohet kur e hedh, kur mbi dhe e korr. Nuk mund të ikish jashtë asaj. Nuk mund ta mbjellësh në maj grurin. Do ta mbjellësh në dhjetor. Ka misrin, ka 120 ditë, ka 90 ditë, ka dhe kohën e vet. Nuk mund ta mbjellësh në kohë të pacaktuar, atëherë i bie që nuk funksionon. Prandaj edhe këto kështu janë. Prandaj duhet që të ecim me natyrën. Natyra të jep 100 fish nëse ti e ndjek atë dhe të merr 100 fish nëse nuk e ndjek. Nuk të pranon. Prandaj duhet kujdesi mbi gjithçka. Aq më delikate që është dashuria. Në rastin konkret të djalit, unë i them që të rishikoj diçka tani, të nisi një rrugtim dhe gjithmonë mirë do ishte që lidhja të filloj dhe në fund të 3 mujore të bëhet më serioze dhe ndikimet dhe ka diçka shumë madhe dhe ajo pastaj do të realizohet. Nuk e diskutoj që është e realizueshme. Sidomos kur kemi dielli në dem dhe mundësit që kanë bëjnë, rastet të tilla kanë shumë dhe shkojnë shumë me shigetarin, shkojnë shumë me britsjapin dhe me gaforën. Pra janë këto piknisje, sepse këto janë planetet që mund të jenë tek shenja tjetër. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Një vajzë nga Tirana e lindur me 14 qershor, 2006, ora 15:30. 15:30? Po, 15:00, më fal. Okej. Tirana. Pyetja e saj, i kemi të dhëna? 14 qershor 2006. 14 qershor 2006, po. Në çfarë drejtimi mund të kemë më shumë sukses profesional gjatë viteve në vijim, gjatë viteve të ardhshme? Okej. Binjakët, të 10 të 3 që është kjo vajza, ka lindur ditë mërkure. Merr nga jati forcën, identitetin dhe kuptimin. Nga mamaja ka marrë dhe mshurin. Çfarë ndodh tani? Është menaxhim biznesi, është aja dhe zheja.
i hecën, nëse do bëj një biznes vetë si person, do ishte më mirë mund të stabilizoj dhe këto shenja marrin punonjës, janë në rol drejtues. Ndjes Jorgo se dua të jap dhe një detaj që ka shkruar, është studentet e Fakulteti i Sporteve, të Universiteti i Sporteve, që t'ja shikojmë sa më mirë, se është një detaj që kam përshtypjen është i rëndësishëm, kështu që se lidhet me profesionin dhe do të shikoj se cilat. Është në sport. Dhe lidhet me këtë menaxhimin, prandaj. Menaxhimi dhe biznes të punojnë të tjerë, thash, jo vetë personi, sepse ka dhuntin e menaxhimeve, e të ndryshimeve dhe mund të eci përpara. Do vinë një moment, se kjo datëlindje nuk do jetë fare në Shqipëri, sepse koha që po ecën evolon dhe mundësitë që ka janë shumë të mëdha. Mirë është të dëgjojë instinktin e vet dhe personin që ndihmon në këtë, qoftë ai që merret me sportin, që ndihmon, qoftë vetë ajo që do të bëj diçka zonjusha, por ka diçka shumë të madhe, sepse me atë çka bën, e bën me shpirt, diçka që e bën me shpirt dhe e do atë që bën, nuk ka shanse të shkoqitet, kur nuk prishet, por gjithçka është në dorën e saj. Por mirë është që po të bëj diçka, por në punësimin e të tjerëve dhe kjo të jetë në rolin e drejtuesve, sepse këtë rol kanë dhe nga geni tyre. Shumë kënaqësi Jorgo, ndërkohë kemi një tjetër, ndonjë gjë tjetër me interes që mund të themi apo vetëm kaq në këtë aspekt? Në rregull. Mirë, ndërkohë doja të thoja një tjetër mesazh. Nga Tirana, një vajzë tjetër nga Tirana, 6/3/2000, 6/3 viti 2000. Doja të dija çfarë parashikojnë yjet për mua në jetën time familjare sentimentale. Atëherë. Marrim këtë fundit, sentimentale. E lindu dytë hëne. Sa do në vrike që është, njerëz lindu dytë hëne e kanë këtë, se ngulin këmbë për të drejtën tyre. Në fakt, e hëna është në fakt edhe si ditë më e ngarkuar dhe mbase ky nervozizmi është me vend. Mund të thoret dhe kështu, po atë nga kanë genin është ndryshe, sepse është shenjë peshqive. Peshqit janë intuitiv. Kanë intuitin dhe paramendojnë diçka që do të bëjnë. Në rasti konkret, meqense ka pas mjaft çështje të lëna pezu në lidhje me punën ose lidhje me disa ndryshime që ka të bëjnë, por zakonisht dhjetëdiçi i dytë i kësaj shenjës së peshqeve kanë mundësi për të zgjidhur në çështjet e problematike të punës, të karrierës, të dashurisë, edhe pse ka mos përputhje, mos marrëveshje në fushën e dashurisë ose në punë, por e gjen zgjidhjen dhe zgjidhja është pikërisht tani deri nga fundi ose nga fillimi i shkurtit ka një ndikim shumë të mirë dhe atëherë do të shikoj se çfarë do të bëj në vazhdimsi. Ka një diçka shumë të madhe në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do bëjnë. Jo nuk bën atë punë që ka tani, po diçka tjetër do merret dhe ajo është baza e së ardhmës saj. Shumë interesante. Dhe kjo do jetë, kemi ndonjë periudhë që e përcakton? Maj e tutje. Në maj e tutje. Pra do ketë një përgjigje pozitive. Jo pozitive, po shumë. Shumë pozitive. Ndërkohë nga pjesa e familjes, ndonjë detaj tjetër? Shiko, se çfarë mund t'i themi? Me familjen sa do të grindet, gjërat nuk dalin jashtë kuintave, jashtë asaj, nuk devijojnë. Është diçka që po, familja flet me të drejtën e vet, kurse në krahun tjetër kërkon që gjëja e lirin ose diçka që nuk është ashtu siç mund të thonë se ju jeni të vjetër dhe unë jemi të rinj, kjo s'ka lidhje, por gjithsesi do jeni të zgjidhje e mesme me njëri tjetrin, kështu që nuk ka në çështje familjare, edhe pse ka pas disa çështje të vogla, por janë të rregullueshme. Po, të rregullueshme. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Mirë Jorgo, shumë kënaqësi, ndërkohë kalojmë tek një tjetër mesazh. 27/4, 85-a, ora 10:10 nuk është e saktë, nuk është e sigurt për orën e saktë, por kemi intervalin nga 10 deri në 10:30. Okej. Interesohet për? Në lidhje me financat. Lidhje me financat. 27 prill 85-a. 10:10 nuk është e sigurt, okej. Atëherë. Shenja e demit. Me qenë se ndikimi i hënës në gafore, Mërkuri në dash, ku Mërkuri
kur ka lindur dhe tani është në shqiptar. Në ekonomi po, ka një ulje ngritje, por kjo po bën disa kohë, po bën gati një vit e gjysmë që nuk është aty ku duhet, jo për arsye ndryshim biznesi, por do bëhet diçka tjetër, që kjo bërë diçka tjetër me disa bisedime të rëndësishme për persona të rëndësishëm, mund të ndihmojnë për të zgjidhur këtë çështje, sepse një punë e dytë mund t'i vi, ose nuk e di me çfarë merret, ose ka një biznes të vetin, por unë di të them që kjo periudhë është një periudhë kalimtare në problematikat ekonomike, por një gjë i them që pa u plotësuar 3-4 muaj për shembull, nga tani që po ne po themi, nuk është mirë të ndikohet në lidhje me kreditime, në lidhje me transaksione bankare, diçka tjetër, do të ketë kujdes. Lidhje me kredi. Në lidhje me këtë aspekt. Ta na shkalojnë të paktën 3 muaj, sepse ka një moment që mund mos i duhet ajo kredi që mund të marri, sepse ka raste, për shembull, e them këtë, ku shikojnë ndikime planetare, që mund të marrësh kredi, them unë, se do marrësh shpesh, po do dalësh i fituar atë që po merr, sepse nuk ke kohën për atë që është sot për ta bler, ti nuk e ke paran dhe e merr kredi dhe e blen atë që do dhe të jep ajo që blen, të jep më shumë të ardhura që ti të shkryesh kredit. Por në një moment saktuar që ti e merr, e bllokon dhe nuk sjell fitime nga ajo që ke bler, atëherë kredia do paguhet. Dhe kjo të del 5 fishi që nuk ja vlen për ta marrë. Në rastin konkret, do presin edhe 3 muaj, do lodhet pak, por det e lumtur, ajo lodhje do t'i kthehet në gëzim në fund. Shumë kënaqësi. Më vjen mirë që i dëgjoj këto fjalë. Ndërkohë, Jorgo, besoj që është e pritshme në fakt që ne nuk na ndjekim vetëm nga Shqipëria, vetëm nga rajoni, por ndërkohë një shkrues nga Gjermania është interesuar të lexoj fatin. Po. Sigurisht që mund të jetë një shqiptar që jeton në Gjermani, për të kuptojmë për këtë, sepse atëherë data është 25/9 80. Është interesuar për dokumentat. Po. Para se të fillosh në fakt me leximin e hartës astrologjike, më thuaj 2 fjalë. Si t'jesh kur shikon që nuk na shkruajnë vetëm nga Tirana, por edhe nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, dhe jo vetëm nga Shqipëria, por edhe më jashtë, më tej. Unë kam qenë vetë emigrant në Greqi, 25 vite. Dhe për të them të drejtën ama, televizioni që kishte sinjalin më të mirë, vetëm me antenë thjesht, ishte TV-sha, televizioni shqiptar. Dhe njerëzit shohin televizionin shqiptar. Ta garantoj 100%. Mund shohin për të kaluar kohën për një diçka, por në gjëra të rëndësishme i shohin televizionin shqiptar. Prandaj, dhe kjo është kënaqësi dhe e ndjej domethënë sepse të shumtit që kanë na ndjekin nëpërmjet valëve të televizionit shqiptar. Fakt kjo është një gjë e mirë dhe është gjëja më e mirë që ne kemi bërë në fakt që të na ndjekin kudo dhe domethënë të jetë një televizion shqiptar që kudo që të na shkojnë shqiptarët të kenë mundësi për të ndjekur dhe Po, ky është vlerësimi që njerëzit bëjnë. Unë jam asgjë përballë njerëzve, përballë ato që na shikojnë televizionistëve, sepse ata janë juria, ata vlerësojnë, ata dinë dhe ata na japin mundësinë që ne të ecim përpara. Tani që është gjithmonë shumë kënaqësi, padyshim. Dhe rikthehemi. Pa lodhje, dhe për ne mundohem. Se Jorgo emocionohet në fakt se e ka kaluar vetë këtë periudhë dhe. Po, dhe e di këtë gjë. Është shumë vujtje se dhe atje që të futesh në televizionet e huaja është shumë probleme dhe biles nëse do flasim në moment tjetër se. Po, patjetër, në një moment të dytë. Se kam shumë dhe për të thënë sepse nuk je në shtypin grek dhe në të disa gjëra ishte shumë vështirë që ti jo vetëm po niseshe. Gjithsesi. Rikthehemi tek Shqipëria. Kujtohet një kohë të shkuar. 25/9 për dokumentat. Kemi të bëjmë në lidhje me dokumentacionin, në lidhje me dokumentet do të thotë që ndikimi i diellit në peshore. Javën tjetër, ka gjasa që të bisedojnë me personin e ligjit dhe mund t'i marri. Është diçka shumë pozitive, edhe pse ose kur ka bërë aplikimin, ose do i mungon një dokument, i diçka që ka gjetur gjatë rrugës dhe e ka plotësuar dosjen. Dhe unë shikoj që nuk ka shanse që mos ta marri, sepse kur kemi hënën në dash, është për shpejtimi diellin peshore. Kur kemi mërkurin në peshore dhe afërditat në Luan, që është momenti që ndodh, kur kemi në Luan shezjari, është diçka shumë pozitive dhe nuk e diskutoj që mund të realizohet. Kështu që dokumentat janë të marra. Unë do thosha po. Dhe është drejt kënaqësi kur ti marrë të na dërgoj mesazh. Patjetër, prisi mesazhin në momentin që do marrësh dokumentat që dhe ne të gëzohemi bashkë me ju. Pse jo? Më ka ndodhur dhe realizohet. Kjo është kënaqësia. Shumë kënaqësi. Ndërkohë, Jorgo, kalojmë tek një tjetër datëlindje. 26 korrik, 81.
26. 26 korrik, 81. Po. Ora 11 e ditës. Atëre, 26 korrik. 81. Po. Ora 10 e ditës. 11 e ditës. Ora 11. Po, interesot? Dëshiron të një parashikim në tërsi, në përgjithësi, si duket harta për të. Ditë diele, në ditën e diellit, Luan, guvernatori i Luanit që është dielli, do të thotë mundësi, rëndësi në fushën ekonomike. Disa parat pa marra që ka kjo datëlindje, por nuk ka pse të shqetësohet sepse koha ka treguar që Luanët nuk ta përmendin asnjëherë nderin që bëjnë. Kur vjen puna që vështirësohet shumë, atëherë të thot një fjalë, të rikujtoj. Dhe e garantoj me 1.000.000% se ka për t'i marrë. Nuk ka vend për t'u shqetësuar në lidhje me dokumenta, në lidhje me çështjet që lidhen për dokument ose për punën, ose për karrierën, ose për dokument, do të thotë dokument shtetëror, që mund të jetë pasuri e paluajtshme, mund të jetë kadastra, mund të jetë diçka të tillë, është e realizueshme. Kjo periudhë është periudhë e mirë për të rishikuar dhe stabilizuar gjërat. Një punë e re është prag për të zgjidhur, edhe pse ka pasur debate me këtë punë, me të drejtën e vet, por e drejta sado që zhytet, por triumfon. Nuk ka shanse dhe kjo do të thotë i diçka që është mjaft pozitive. Edhe tani do dëgjojmë shumë gjëra në këtë periudhë, edhe vazhdimësia, do shikojmë që si ka mundësi, do themi, po ja pra që ndodhi. Në rastin konkret është mjaft pozitive dhe jo negative. Pak kujdes me paranë, sepse ka prishik më tepër se ç'duhet. Të jetë pak më i vëmendshëm. Duhet kursehet pak, të rezervohet, ndërkohë shikojmë dhe pak aspektin e dashurisë. Se e donte në përgjithësi dhe t'i prekim pak nga të gjitha. Okej, lidhe me dashurinë, diçka. Nuk shikoj dhe një problem që të ketë për momentin dhe nuk ka pse të ketë, pse të ndodhin. Por Luanët dinë se si sillen përballë personit dhe përballë jetës vet, përballë asaj që të kaluar jetën, dhe unë do thosha që është diçka shumë pozitive dhe jo problematike. Nuk ka vend për t'u shqetësuar në fushën e dashurisë. Këtë ka. Sa mirë. Ndërkohë, kalojmë tek një tjetër mesazh. Një djalë i datëlindjes 25 nëntor, 84, 25 nëntor, 84, orën nuk e kemi, dëshiron një parashikim në tërsi. Pra duke i prekur gjitha komponentët, si që bëm tek harta paraardhëse. Atëre, kemi dhe themi 25 nëntor, 1984, shigjetar kokfort, por në anën tjetër, mundësit janë të mëdha, sepse me sjellori në shigjetar i jep mundësi në zgjidhje të çështjeve ekonomiko-financiare. Kjo datëlindje, edhe pse mund të jetë në zero, rifillon dhe njerë dhe mbushet prap xhepi. Asnjëherë nuk ngelen pa para, në fushën ekonomike njerë. Të garantoj me 1.000.000%, as ka zmarote këta. Janë dorëlëshuar. Janë gjentil në ato që bëjnë. Nuk janë, domethënë, se me inate ose me... Shetë e zetë zakonisht e kanë të. Si Dashi, si Luani, si shigjetari. Por në këtë rast, ky në fakt ka bërë diku, ka bërë nder dhe ka gjetë qeder. Por në rastin konkret, edhe pse mërzitet, por unë i them mos mërzitet fare, pra ai gabim që ka ndodhur, se nuk është për fajt të shigjetarit, për fajt të situatës që ka ndodhur, dhe kjo do të thotë që do gjendet një zgjidhje, për flasim ekonomike. Edhe kështu që me kalimin e kohës, këto gjëra janë pozitive dhe jo negative, sepse ndryshimet që bëhen, periudha kur ndodhin gjërat, është mundësia më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive, si në dashuri, si në ekonomi, si në vazhdimsi, edhe pse një udhëtim të largët që ka ka gjasa që kjo të jetë e realizueshme, brenda një harku kohë, brenda një muaj me 2 muaj, ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive. Sa gjë e mirë kur dëgjojmë gjithmonë që ndikimet janë vetëm pozitive. Po është logjike sepse përse mos t'jenë? Themi negative për çfarë? Gjithmonë një krijuesi ka dhënë letër me vlerë për të jetuar, Robi. Ne nuk mund të devijojmë nga ajo. Kalojmë tek një tjetër. Në fakt, kjo është interesante dhe lidhet me studimet. Po. Shkruan, është datëlindja 22/4, 2008. Atëherë 22/4.
2008, po. 2008 dhe dëshiron të di se si do t'i shkojnë provimet. Do të di rreth arsimimit, ku duhet orientohet, cila... Është në Shqipëri apo jashtë? Këtë nuk e ka të shkruar. Këtë nuk e ka të shkruar, për dëshiron një orientim të përgjithshëm se çfarë duhet të bëjmë më mirë, cila mbase është fusha që mund t'i përkasi. 22 prill 2008. Dhe se si do i shkojnë provimet. Provimet. Se si një ish studente e di shumë mirë atë anktin që është përpara provimeve, kështu që... Po. Do t'jetë patjetër përgjigje pozitive. Tani, jo vetëm përgjigje pozitive, por nuk e diskutoj, nuk është nota më mjaftueshme për kalim më shpesa, por sepse pretendon shumë lart. Po tani, një dem e të humbasi nuk ka shanse. Se demet gjithmonë janë të 9-ës e të 10-ës. Edhe pse rrallë fillon 7, është minimumi, aty fillojnë. Në rastin konkret, unë do thosha nuk ka vend për të shqetësuar, vetëm një lëndë mund të jetë e vështirë, nga gjitha provimet që ka. Tani, se çfarë lëndë mund të jetë nuk e di. Po njëra që është dhe a është e para dhe nga sikleti se koldia si ka stresi dhe kjo e prish, por nuk i thosha mos ketë fare merak, nuk diskutoj që a e kalon o nuk e kalon. Por me qenë se është hajnat me notën, thotë unë dua 10 dhe pik, këtu është gabim. Ne nuk flasim për se o atje o bjerë vdis. Ka dhe rrugë mesme. Tjetë 9, tjetë 8. Kemi kohë, na jepet mundësia. E bën dhe 10 atë. Por që është e mundur, nuk ka vend për të shqetësuar fare, unë uroj suksese në atë që ajo shkon. Edhe unë gjithashtu i uroj shumë suksese edhe do t'ja dalësh. Nuk diskutohet që do shkojmë këtu do jemi ku na dërgoj mesazhin që po është e vërtetë që thot Jorgo. Ndërkohë, si çfarë mund t'i themi për orientimin? Domethënë mund të kemi ndonjë të dhënë fusha ku kam shumë prirje ose... Shiko tani, demi lidhet dhe me mjekësinë. Lidhet edhe me elektronikën. Lidhen shumë. Të thonë, është vajzë, nuk është djalë. Sa vajza kemi në elektronikë? Me qindra. Dhe jo vetëm kaq, por kemi njëri nga Shqipëria që fut në robotik dhe arritën majat. Ja pra, çfarë ndodh? Edhe nga Shqipëria pra do kemi neve. Njerëzit do bëjmë emër. Dhe ky është gëzimi që neve kemi nga njerëzit tanë, janë njerëzit tanë, geni jonë. Që nuk ka vend për të shqetësuar, ka në elektronik edhe në mjekësi janë dy gjëra kryesore, pastaj mund të ketë menaxhim biznesi, mund të bëjë gjëra që i takojnë ose çështjet e tjera që kanë bëjnë, por asnjë nuk ngelen pa punë kjo lloj shenje, nuk e diskutoj. Shumë interesante dhe mendoj të bëjmë edhe një parashikim tjetër për një zotëri nga Tirana. Pa. 10 shkurt, 70-a, 10 shkurt, po. 70-a, një parashikim të përgjithshëm. Atëre. Kryesisht në lidhje me punën, por që... Po. Në lidhje me punën. Duket se 22 ditë marte, që ndikohet shumë me Marsin, ka një gjë që vërtet ndryshimi dhe diktimi ndikohet shumë në fushën e punës të karrierës, në lidhje me ekonominë ndodhet pak në vështirësi, por e mira është se ka për të marrë, jo për të dhënë, kë e vonon pak. Nëse bëhet fjalë për pasuritë paluajtshme ose një dokument që do të merret, do vonoj në këtë rast, por në lidhje me punën si punë, nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse gjërat janë pozitive dhe është koha më e mirë që është tani, deri në mesi i muajit që vjen, ku gjërat do jenë shumë pozitive dhe tepër ideale në kohën e duhur, në momentin e duhur, çështjet janë në favor, jo disfavor. Shumë mirë, dhe më vjen mirë që e mbyllëm po me pozitivitet, sepse pa kuptuar erdhëm sërish drejt fundit, Jorgo. Ne dim që mund të rrim të flasim me ditë të tëra dhe... Nuk diskutohet, dhe kjo është kënaqësi dhe nuk lodhe, sepse është kënaqësi që tjetri të dëgjoj dhe të kuptoj. Kjo është më e madhe. Ju falenderojmë të gjithë ju që na ndoqët dhe shumë kënaqësi që gjithmonë na shkruani në rrjetet tona sociale, por mos harroni, gjatë javës do të vazhdojmë sërish nga e hëna në të premten, por në të njëjtin orar këtu në RTS2. Ju falenderojmë që na ndiqni çdo ditë dhe kalofshin një ditë të mbar. Jorgo. Kënaqësi dhe nga ana ime, unë uroj më të mirën e mundshme, mbarësi në çdo aspekt dhe mos u mërzisni për gjërat vogla.